një skrap me produkte shumë të thjeshta, sheqer ose krip, është ideal për të bërë atë lëkurën e butë si bebe. Sheqeri për mua si që është i ëmbël në shije, ashtu është i ëmbël dhe në trup, sepse të jep një butësi, një... Të hidraton. Edhe të hidraton, se ka të vetin që përsis lagështin e jashtme të natyrës edhe ta përshtat në trup. Dhe për më tepër të jep dhe një shkëlqim. Si që kemi sheqerin e bardhë, hedhim vaj ulliri, mund të hedhësh edhe vaj bajame, vaj kokosi. Kjo u bë një masë homogjene, e shkrifët, para se neve të futemi në dush. I bëjmë një skrap komplet trupit. Për qelisat e vdekura, doja të prekja kripën, sepse kripa ka veti, marim krip të trash. është një soj si sheqeri, që ta hollojmë pak. Sfoliues pak më i fort kripa se sa sheqeri. Sigurisht, ka ato vetit e tia që është antibakterial, ky të ndihmon kur ti ke bërë një depilim dhe përdor këtë skrap me krip, ky nuk të lejon të krijojnë ato puçrat në lëkur, që i mja del më kollaj. Kështu që është i shkëlqyer.